Të nderuar vëllezër dhe motra, ju lutem, më lejoni para juve të përmendi një hadith madhështor, të cilin hadith e gjendet në koleksionin e vërtet të Imam Buhariut. Thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: një njeri, një burr një ditë vendosi me jap sadaka, vendosi të jep lëmosh, dhe me sadakan e tij doli nga shtëpia dhe atë sadaka, ato mjete i vendosi në dorën e një hajni. U kthy tek shtëpia e tij, të gjithë njerëzit filluan të flasin dhe të komentojnë, të thonë: zot filon njeriu i dha sadaka filon hajnit. Ditën e nesërme, i njëjti burr vendosi prap të bëj edhe një sadaka tjetër. Dhe doli nga shtëpia e tij me sadakan e tij dhe e vendosi sadakan e tij, apo ja ofroi sadakan e tij, nga shprehja, një femreje lavire. U kthy në shtëpinë e tij, të gjithë njerëzit përreth tij, të cilët e kishin dëgjuar dhe kishin pa këtë gjest, filluan të thonin dhe të komentonin si i ofroi sadakan asaj gruaje lavire. Ditën e tretë vendosi prap që të ofroj sadaka nga pasuria e tij, dhe posa doli nga shtëpia, sadakan e tij, lëmoshën e tij, ja ofroi një njeriu të pasur. Të gjithë njerëzit të cilët e pan dhe e dëgjuan këtë veprim, filluan të komentojnë dhe të thonin: i dha dhe i ofroi sadaka njeriu të pasur. Pasi erdhi ky njeri në shtëpinë e tij, çdo ditë thonte: Allahumma lakal hamdu. Tha: o Zot, unë ty të falenderoj që ti më mundsove që unë sadakan time t'ja ofroj një hajni, një femre lavire dhe një njeriu të pasur. Pas ditës së tretë dhe pas këtyre fjalëve që i tha ky njeri dhe këtij falënderimi që i bëri Zotit dhe këtij veprimi, ju përgjigj, i erdhi një zë nga meleku, do të thotë erdhi tani frymëzimi nga Allahu i Madhëshëm dhe i erdhi përgjigja këtij njeriu, duke i thënë: sigurisht se ti sadakan ja ke ofruar në ditën e parë hajnit me qëllim që ai të reflekton dhe të mos shkoj dhe të mos e vazhdoj tutje hajnin, të mos i bëj padrejtësi dhe të mos i bëj zullum të tjerëve. Tha, ditën e dytë sigurisht ja ke ofruar sadakan asaj gruaje të pandershme, lavire, me të vetmin qëllim që ajo të reflekton dhe të ndalet nga ajo vepër e shëmtuar. Dhe sigurisht se ti ja ke ofruar sadakan dhe lëmoshën njeriu të pasur që ai të reflekton dhe edhe ai nga pasuria e tij më pas të ofroj sadaka për njerëzit nevojtar. Ky është hadithi i bukur. Dhe hadithi me kaq përfundon. Dhe dietarët islam, kur e kanë analizuar dhe kur e kanë studiuar këtë hadith, sigurisht se kanë nxjerr jashtëzakonisht mësime të mëdha, mirë po, ajo çfarë neve na intereson nga ky hadith me temën tonë, është se ne duhet gjithnjë të provojmë që njerëzit t'i trajtojmë me butësi dhe të sillemi me ta me butësi.